E në këtë prag të fillimit të Big Brother VIP Kosova, kur krejt I kanë sytë të dera shtëpisë më të famshme në vend, kush ma mirë me u jep këshilla banorëve të rinj sesa ata që veç janë sprovu vetë në edicionet e kalune. Ata që e kanë di ajrin e mbyllën, dinamikën e lojës, presionin e votave e krejt ato situata që të rëzojnë e të shojnë për njëherë. E normalisht, ata nuk ngurojnë me kallzu edhe qysh me manovru mrena, si me I kap situatat pa tu këthy bumerang, qysh me lujt e me lexu banorët e tjerë, e mbi krejt këto flasin Vullneti, Rovena e shumë të tjerë. Prive. Çdo vit kur vjeshta vjen, vinë të njëjta derte në jetën e shqiptarëve. Kryesorja lidhet me nisjen e spektaklit të tyre të preferuar, që është pa dyshim Big Brother VIP Kosova. Çka është zbuluar deri më tani është data që është pritur me padurim, janë prezantuesit që edhe këtë vit vazhdojnë të jenë të njëjtë dhe janë pak detaje nga shtëpia që kemi mbritur të kapim nga Instastoryt e pjesëmarrësve të produksionit. Ekskluziviteti përruhet për të hënën, datën 17, kur edhe zyrtarisht do filloj spektakli më I madh në vend. Shtëpia është përfunduar, banorët po I bëjnë përgatitjet e fundit dhe ata që kanë jetuar jashtë vendit I janë afruar Prishtinës, shtëpisë së tyre të re, që për disa pritet të jetë disa muajshe e për disa të tjerë do të mbarojë për disa javë. Ambienti ku ata do jetojnë për një kohë është pasuruar me gjëra dhe sipërfaqe të reja. Në anën tjetër, një skenë gjigante ka filluar të ngritet edhe jashtë, dhe qysh nga kjo mund të kuptohet që prajmi për nisje të këtij edicioni do të ketë ngjyra, emocione, laramani në paraqitje dhe shumë surpriza. Çka kemi siguruar ne janë këshilla që ish banorët e kësaj shtëpie kanë drejtuar banorëve të këtij edicioni. Po e nisi me Vullnetin, rrugtimi I të cilit nisi vitin e kaluar si një gazetar që ka ngritur zërin gjatë karrierës e është përballur me sfida të ndryshme. Kur hyri ka ngritur shumë polemika në publik, me pretendimet nëse do mund të arrijë të kap zemra e vota ose jo. Po nëse e ke një plan saktësisht se çka do të nxjerr për Big Brother, jo nëse je tu hi me idenë që veç fakti atë që je ka më të bëhet famshme. Është një vije hollë që ndonë me suksesit edhe dështimit. Që kujdes, me nkry nëse jeni të hinë. Edhe pse dana që I pash vallaj, dëshoj, po hajde. Sot pas shumë vjetëve, unë më menet pa telefon ma shumë se 4-5 orë edhe nuk ndjej nevojën për telefon. Kjo është për mu, thani që mas shumë të kom përfitu prej Big Brother, nuk jam I varur prej telefonit. Keni më kënaqur. Ja një javë keni me hek, se këtë shkanin vetëseja, të mëna e lëpën telefonin me këshirësa, po tani është fenomenal. E sani keq është shumë e temshëm. Do më thonë, ka gati ja katë prej që këm dalë për Bigut, që do më thonë nuk me dalë me pikë kafe të aman, më ka shëndru pak se angth, ideja që të këshyrin, si do mësë shqiptarë, do më thonë që të këshyrin e nuk t'japin kur pra feedbacku, vish të këshyrin, e kur ti është Big Brother, do më thonë, të këshyrë këtë Kosova, kështë që mësano me, një midjanë sy, nëse ju më shenë në banis, gjanën e frajer, ne I konë. Një tjetër banore që nisi rrugtimin në Big Brother vitin që lan pas është edhe Rovena. Rrugës për në shtëpinë më të famshme në vend u nis me një bagazh të madh artistik mbi supe, për të hyrë dhe treguar se pos artiste, ajo është edhe njeri me ndjenja. Nuk e kishin parë më herët Rovenën të revoltuar, Rovenën teksa han mëngjes, a bën tush, Rovenën kur dikush ja acaron nervat. Atë me 100 verzionet e saj na e ka mundsuar ta shohim pikërisht pjesëmarrja e saj në këtë reality show, eksperiencë nga e cila këngëtarja ka dalë në përfundim për disa gjëra, e që nuk hezitoj të ndaj me publikun ton. Unë mendoj se hyrja në Big Brother ka anë shumë pozitive. Ka dhe ato negative, po merremi njërë me anët e mira. Spari je në vëmendjen e publikut, sidomos kur ke një jetë të tërë, që ke një karrierë, je një personazh publik, por nuk të kanë njohur njerëzit nga afër për ato që ti je në të vërtetë, për mënyrën se si komportohesh, si sillesh me njerëz të tjerë që nuk I ke njohur më parë, jetën tënde të përditshme.
Së dyti, ka anën pozitive që të tregon një forcë që o e ke ose ke, një forcë për të përballuar njerëz, intriga, lojra të ndryshme që organizohen, qoftë edhe për të rënë në sy. Dikush ato lojra i bën me qëllim për të nxjerrë ty një anë të keqe, për të nxjerrë nga takti. Dhe fakti që unë pas kësaj përvoje i kam përballuar edhe kam marrë komente shumë pozitive nga të gjithë, mendoj që ka qenë një pikë e fortë e lojës time aty brenda. Anë negative pikërisht janë këto që sapo thash, në rast se ti ke një anë tëndes shumë të ndjeshme për të përballuar këto situata, atëherë mund i këshilloj mos hyni në Big Brother, sepse mund të bëni një figurë shumë të keqe, duke nxjerrë anët tuaja më të këqija, duke u provokuar, duke përdorur një fjalor që nuk i përket një artisti, duke bërë veprime rrugaçërie. Dhe ka pasur raste që, sidomos dhe aty ku isha unë kësaj radhe, që ka pasur njerëz që kanë reaguar në këtë mënyrë. Mua më vjen keq sepse në fundit jemi gjithë njerëz, por fiton më i forti, më i duruari i fituari. Një vajzë që erdhi nga Shqipëria e la gjurmë në zemrat e kosovarëve është edhe Sara Kolami. Publiku u dashurua në elegancën e saj, në një paraqitje fine dhe të matur, dhe në mënyrën se si një vajzë e re si ajo u përgjigjej qetë edhe stuhive më të forta. Publiku përqafoi karakterin e saj dhe sot, ndonse çmimi i madh nuk ishin 200.000 eurot, ajo me zë të lartë mund të thotë që fitoi zemrat. Hello, jam Sara Kolami. Edhe kjo video është për njerëzit që kanë dëshirë për me u futur në Big Brother. Pse ja vlen? Ja vlen sepse është një ekspozim shumë i madh që ka avantazhet e veta dhe disavantazhet e veta. Pra, nëse ti futesh me qëllime të qarta, pse futesh? Çfarë do të arrish? Është më thjesht për ty. Por ka edhe disa pika të tjera. Ti duhet të dish se kush je edhe çfarë do, sepse aty brenda është një luftë e vazhdueshme që njerëzit do mundohen të të imponohen duke bazuar në çfarë mendojnë ata ose çfarë duan ata ti jesh. Pra, nëse ti je i sigurt ndaj vetes, bëha foto. Nëse ti si edhe aq shumë i sigurt, ndoshta duhet ta mendosh pak më tepër, por ja vlen absolutisht sepse ndryshon komplet jeta jote. Vivien Thano në anën tjetër është ndër emrat që këtij formati nuk ju kursye kur për herë të parë po organizohej në Kosovë. Ajo erdhi, la copza të karakterit të saj, madje edhe u dashurua dhe përjetoi një romancë dhe doli për të qenë sot ndër ato figura që nuk heziton ta ngrejë zërin për pjesëmarrjen e saj në Big Brother. Sot lajmërohet nga shtëpia e saj drejtuar shtëpisë së dikurshme të saj, Kosovës. Përshëndetje Kosova, përshëndetje Big Brother. Ju uroj që këtë vit dhe ky sezon i ri të jetë sa më magjik dhe aq i bukur sa që ishte për mua vitin e parë. Gjëja pozitive e kësaj eksperiencë është që do përjetoni ndjesitë dhe emocionet më të rralla ndonjëherë që kur nuk do t'i përjetoni jashtë asaj shtëpie. Një këshill, mundohuni të jepni 100% vetes tuaj që të merrni 100% të eksperiencës. Anët negative, ndoshta nuk ka, po njëra është presioni i publikut, presioni dhe aty në shtëpi, po jam e sigurt që do ja dilni. Big Brother si shtëpi e dytë ka pranuar shumë karaktere e figura, edhe të tillë që nuk ua ka marrë mendja se mund të pranohen ndonjëherë. Ka bërë që shumë personazhe të dalin nga aty më të pasur në shumë sfera, e kryesorja të pasuruar në zemër. Është më afër se kurrë që një rrugtim i tillë të nisë edhe një herë në edicionin e 4 të tij. Përsëri premton shumë e nga eksperienca e dim që premtimi do arrihet e do kalohet.